kemi rreth një muaj që operatorët e transportit publik po përballen me rritjen e kostove, pra rritjen e çmimit të karburantit, që është një ndër zërat kryesor në shërbimin e transportit, pasi kemi dhe zërat e tjerë të cilët janë shtuar efekti i rritjes çmimit të karburantit, është shtuar importi dhe ka reflektuar rreth 25-30% në rritjen e çmimit për mirëmbajtjen e këtyre mjeteve. Por të ndalemi tek pjesa kryesore, pra që është ajo e rritjes së çmimit të karburantit. Sot operatorët e transportit publik e marrin karburantin një lloj si një individ. Pra nuk kanë asnjë lloj lehtësimi nga ana fiskale apo të kenë lehtësime në pjesën e çmimit. Kjo jo për shkak se ata duan të fitojnë më shumë, por për arsye që ata ofrojnë një shërbim bazuar në një kontratë të cilën ata operojnë. Dhe kanë kërkuar që në këtë moment, në këtë fazë që ndodhet, pra dhe nga rritja e çmimit, të kompensohet çmimi i ngritjes në këtë nivel. Në pamundësi të kompensimit është kërkuar që të kemi lehtësime në taksat fiskale, pra siç është ajo e aksizës apo ajo e taksës qarkullimit që është në litrin e karburantit. Ne sot që flasim në Kosovë nuk po marrim vendet e zhvilluara, që të cilët ato jo vetëm që kanë lehtësime, por taksat për këtë lloj shërbimi i kanë të zerruara.